Tash 2 javë kanë filluar punimet për sanimin e disa rrugëve të qytetit në Gjakov. Gjithsej po punohet në 8 rrugë, rrugën Migjeni, Yllmërina, Anton Qeta, Washingtoni, Faik Konica, Ferhat Binishi, Skënderbeu dhe Ali Hadri, me vlerë diku rreth 180.000 euro. Drejtori komunal i shërbimeve publike u shpreh se do të vazhdojnë të punojnë edhe më tej në këtë drejtim. I kemi zgjedhur rrugët, sidomos rrugët më kryesore dhe rrugët më të dëmtuara. Janë pra disa rrugë të cilat është bërë gryerja e tyre dhe tashti siç po shihet edhe këtu është ka bërë edhe asfaltimi i tyre. 2 prej tyre veç janë kryer si rruga Skënderbeu dhe rruga Yllmërina dhe tash në vazhdimsi do të vazhdojmë me kryerjen e gjitha rrugëve të cilat janë gry, edhe do të vazhdojmë edhe me punimin e disa rrugë të tjera si në rrugën Ali Hadri, pastaj edhe në rrugën e cila çon te Fakulteti i Edukimit. Do të cekë se gjitha këto riparimet të cilat janë ka bëhen do të kryhen nga buxheti i komunës së Gjakovës. Punimet po kryen nga kompania JOS Krasniqi nga Juniku me të cilën komuna ka kontratë vjetore. Nga ana tjetër, shqetësues është fakti se pjesëmarrësit në komunikacion nuk respektojnë sinjalistikat rrugore dhe vazhdojnë të vozisin kundër vajtjes si në këtë rast. Shenjat e komunikacionit po dëmtojnë dhe hiqen nga vendi i tyre. Sipas drejtorit Frokaj mund të kenë pasoja të mëdha në komunikacionin rrugor. Me siguri u ka rënë sy edhe shenja, sidomos te spitali aty që nuk ekziston më, ata komuna nuk e ka hjek, ajo është rrugë nikashe, mirë po qytetarët them kështu ka edhe njerëz pa ndërgjegjshëm fatkeqësisht, edhe nganjëherë po i hjekin shenjat, pastaj ndodh që edhe ndonjë aksident i komunikacionit, edhe dëmtohet ndonjë shenjë, por në vazhdimsi i bëjmë zavendësimin e tyre dhe përmirësimin atyre të cilat janë të dëmtuara. Punimet në këto rrugë pritet të kryen brenda 2 javëve, tha ai, po ashtu shpresojnë përvedisim më të madh nga ana e qytetarëve sa i përket sinjalizimit në rrugë.